Publiku, kryesisht bizneset mikro dhe të vogla, por edhe të gjithë qytetarët që kanë të ardhura shtesin mbi 2 milion denar, sot nuk mundën në seancën e Komisionit për Financim dhe Buxhet të dëgjojnë argumentet e opozitës, Aleancës për shqiptarët të Zjadin Selës, përse ky prag duhet të rritet. Aleanca u përpoq të propozoj që kjo shumë të lidhet me pagën minimale, do me thënë të përcaktohet në 138 paga minimale. Kjo do të thoshte se në këtë moment kufiri do të ishte mbi 3,6 milion denar. Nuk pati debate për këtë propozim, sepse deputetët e shumicës qeverisëse nuk votuan për rendin e ditës. Për Ilire Dautin nga Aleanca, kjo vetëm tregon mos funksionimin e kuvendit. Po ju drejtohem sinqerisht, a nuk ju vjen turp? A nuk ju vjen turp silleni kështu me 165.000 të punësuar në mikro ndërmarrjet? Unë kam pritur realisht që këto dy propozim ligjet, por edhe të tjera të jenë të propozuara nga ana juaj. Sepse ju nuk mund silleni se nuk e dini se për ta blerë të njëjtën sasi buke sot, nevojiten më shumë para se sa në vitin 2020. Ju nuk mund silleni sikur nuk e dini se për ta blerë 1 kilogram mish, nevojiten 120% më shumë para se sa që u duheshin në vitin 2020. Për deputetin e VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski, mos votimi i rendit të ditës nuk është precedent, por një opsion që ekziston me rregulloren e re. Këtë e konfirmoi edhe kolegja e tij nga LSDM dhe kryetare e komisionit Sanja Lukarevska, e cila shtoi se me mosvotimin e rendit të ditës, ndryshimet e propozuara të dy ligjeve për TVSH-n dhe ligjin për fitimin nuk do të gjenden në rendin e ditës së seancës plenare. Ndryshe, këta dy deputet në një përgjigje të përbashkët për pyetjen e gazetarëve pse nga viti 2020 deri tani kur partitë e tyre ishin në pushtet, edhe pse në programet e tyre shkruhej rritja e pragut për detyrimin e TVSH-s, nuk e bën atë. Бидејќи се наоѓаме во една економски комплексна состојба, која што ние по нејзиното анализирање, а и тоа беше ветување кое што треба да се имплементира во текот на целосен 4-годишен мандат, така да во моментов кога ќе застанеме институцијата на нозе, управата за јавни приходи, секако дека ќе пристапиме кон исполнување на тоа ветување од граѓаните. Меѓутоа, да не заборавиме дека имавме повеќе кризи кои што пред се направија соодветни економски поместувања и веројатно заради тие причини не се успеа да се стигне да се реализира тоа зголемување на прагот, иако во разговор со сите засегнати страни, значи бизнес заедницата, коморите и така правните лица, ова законско решение сметам дека треба да го види светлото на денот. Ndryshe, nga Aleanca në paketë me ndryshimet e ligjit për TVSH-n kërkuan edhe ndryshimet e ligjit për tatimin mbi fitimin. Ky prag do të rritet në 4 milion denar, duke lehtësuar shumë kompanitë e vogla në kohë krizash.